E jam sot si vjetë, si motë, si për gjithnjë. Në trup, në zemër jam, në shpirtin tënd. Rimbështetem në tryezë, ndaj më shpesh, e ndaj më rrallë. Vjen malli të më ndezë, zjarë në zemër, zjarë në balë. Ato herë, duke të pritur, i marrë tëmblat ndërduar dhe qëndroj kryevenitur me vështrim në krahëruar. Më pas qit një pëshertitje, thyem pak, e së të shkruaj, e më shkon me një pulitje herë një ditë, e herë një muaj. Kur nuk ndjesh fare mirë sepse shpirtin e ke plot, zëkëndon në vektësirë për të derdhen pika lot. Pika lot si pika dylli, që të bien aq shpesh, kush që pallat nuk i mbylli, nuk mund ta marrë vesh. Nuk mund ta di fare, as që do ta ndjej dot. Shpruri kënga vendimtare në çdo varg për pikash lot. Mendjen time e merr dëshira, ndjej në gjithë një këngë gjaku, dhe fal syrit plot çuditëra kjo odë, farfanjaku. U pat më nisur unë edhe ti, unë jem vrentur në zi, ti flokëndritura, flori, edhe ikme përsëri, largë më largë në rati, pranë më pranë, e gji për gji. Më një vend, një bukuri, në zu një mall, një dashuri, si është dashuri, po fshehtësi, si është fshehtësi, po llaftari, si është llaftari, po çmenduri. E kur do të ndaheshim për era, o shpirt më shpirt, o lot më lot, o shpirt më shpirt që do të nuk ndahesh, o lot më lot, që s'ndahesh dot. Atë lumë, o shpirt, ti je në gaze, e në vajtime, ti je fatlumë. Miq të Pasmës natës, nuk ka më bukur se ta nisim me magjin këtë mbrëmje, një interpretim mjeshtror nga Sokoll Angjeli, pikërisht të poetit të yjeve që kemi dhe ne këtu. Lasgush Paradeci, mirë se erdhe dhe të falenderoj shumë për interpretimin. Ju falenderoj për ftesën që të bisedojmë bashkë sonte. Dhe në fakt, Lasgush Paradeci është shumë i dashur për ju dhe i shkon këtyre yjeve tona të Pasmës natës, apo jo? Që hapem dhe mbrëmjen për spektatorin ton. Po, vërtet është shumë afër shpirtit tim. Sepse jam njohur që gjimnazist me krijimtarinë e tij, në shtëpinë e gjyshit në fshatin Tushemisht, se nëna nga krahu i nënës, domethënë, unë jam pogredecar me origjinë, edhe nëna ishte nga Tushemishti, nga fshati i mrekullueshëm, i jashtëzakonshëm për bukuritë e tij, edhe për klimën e mrekullueshme të vetën. Edhe gjyshi ndër librat që kishte në shtëpi, kishte edhe vallën e yjeve për mbledhjen e Lasgush Paradecit botuar në Bukuresht. Dhe aty jam njohur për të parë se gjimnazist me vargun e tij, që atëherë më hyrin zemra dhe s'më doli më. Dhe në fakt që gjimnazist dhe pak më herët ke nisur edhe rrugën e skenës dhe të teatrit, apo jo? Ashtu është e vërtet. Që bëhen bashkë shumë element në këtë mbrëmje, apo jo? Kontakti i parë ishte si gjithnjë pallati i famshëm i pionerëve i asaj kohe, ku vërtet kishte një rreth të recituesve, dhe ky rreth i recituesve bënte edhe shfaqje teatrale në atë kohë. Më kujtohet kam i pas një shfaqje komunistja 14 vjeçare për Shkurtë Palvatën, që era heroin, madje edhe tashmë kanë dalë edhe dokumentat të shumta që janë bërë për Shkurtë Palvatën. Po. Dhe nga ajo çerdhe e parë, ne pastaj vazhduam në teatrin popullor të asaj kohe, teatri kombëtar. Si figurant. Si figurant, po atje kishte edhe shkollë. Ai ishte një studio për aktor, që i kishin hapur në vitin 68-69,
në ato vite, për të ndihmuar lëvizjen amatore të Tiranës, sepse Tirana kishte një lëvizje amatore teatrore shumë të fuqishme, që çdo vit bënte një festival. Siç ishin koncertet e majit për muzikën, për dekadat e majit. Po koncertet e majit, dekada e majit, e famshme ishte edhe takimi i teatrove në tetor, në muajin tetor, që zhvillohej po në skenën e teatrit popullor, së teatrit kombëtar. Ndaj skena shumë e shenjtë për ju. Dhe atje e kam bërë këtë studio, do më kam qenë i rregullt në ndjekjen e mësimeve të kësaj studio, ku kisha pedagog, një nga figurat, do më udhëheqës artistik ishte Piero Romani, që ishte regjisor dhe udhëheqës artistik i teatrit. Pedagog të fjalës artistike kam patur Kadri Roshin, të mjeshtrisë aktorit kam patur Sandor Prosin, Sherimitën. Kam qenë njerëz të cilët vërtet nuk është ky mentalitet që është tani, më përpara një mentaliteti që t'i japim brezët ri gjithçka dim. Sot nuk ekziston kjo, ka rezerva. Mësuesit tanë na kanë dhënë gjithçka dinin në atë kohë. Gjë shumë e mirë. Ti ndash, le të themi edhe dijet, dhe të shpërndahen, se më pas krijohen dhe brezat. Po. Do të ndërpres pak, ju ftoj të ndjekim një insert dhe rikthehemi për biseduar për rrugtimin e gjatë në skenën e teatrit, por dhe në sheshxhirim. Por e tash një vend e duan, se unë ka bërë kokën. Se mos ke bërë aeroplan ti. Po çfarë ke përse të dynjaja? Ta bëj me radhë. Po. Një muaj do ishte punë, një muaj do ishte këto. Këtë muaj do shkosh nga Arseni. Pse nga unë jo nga ti? Po mirë. Që mos i mbetet hatri asnjërit. Ta bëj me letër me vrim. Kujt i bie? Në rregull, kështu po. Me vrim po. Ja. Që mos kemi probleme pastaj baba. Jo mëra mua, po tëra ty. Kujt i bie? Hajde tu. Hajde përzjej, po përzjej mirë ama. Përzjej mirë. Përzjej mirë. Me vrim po. Përzjej mirë. Merë një. Fitova baba. Do me thënë, do jem të ti. Jo, fitova unë. Do shkosh te ky. Sokol Angjeli është një emër i njohur i skenës së teatrit dhe kinemas. Ishte ende fëmijë kur nis të ngjitet në skenë. Fillimisht si figurant për të bërë më vonë aktor i teatrit kombëtar. Roli i parë, njeriu që pa vdekjen më sy. Komedi. Ndaj shpesh ai personifikohet si aktori me sens të fortë humori dhe ironie. Tomi! Datë njetë ma sjeli. Mirë. Sa pa fat që jam. Pas mbarimit të Akademisë së Arteve në vitin 76 e specializimit si aktor teatri, bëhet pjesë e trupës së teatrit kombëtar. Ai është mjaft aktiv me shfaqje të ndryshme ku ka bashkëpunuar me regjisorët më të njohur të skenës. Ndër veprat e fundit mund të përmendim Dhelprat e vogla, ku bie në sy dualizmi mes ndjenjës dhe interesit të paras, apo shfaqja 12 burra të zemëruar. Në qendër të kësaj vepre, një akuz, 12 perspektiva të ndryshme dhe një vendim i vështirë, që mund të ndryshojë gjithçka. Roli i parë në kinema, në pyjet më dëbor ka jetë. Ha pra, unë thashe nuk do të ngecesh ma. As flet në vendin tim, o sekretar. Ti i di të gjitha. I di, Morbato, i di. Edhe shokët njohin mirë. Për të përvijuar më pas, me veprat pas gjurmëve, Shoqja nga fshati, kur xhirohej një film, Binarët, e Diela fundit, dhe sërish me telekomedin, Një baba tepër. Ajo Tina nuk durohet fare, ngriti nervat. Tomi, ka gjatë sheshe, po për shesh. Ta kem grunën atë, e bëjt rrime i kom, si lejlek. Baba, kush e di që punon? Kjo është një përmbledhje dhe e kam nisur me komedi, jo me kod dhe mbylla me komedi. Të kanë personifikuar shumë shpesh si aktori i cili i pëlqen humorin. Por në fakt ka edhe një element bukur që edhe në dramë. Me humor mbas se ngjisin më fort edhe elemente të tilla se dhe vetë telekomedia me cilën ne kemi nisur ka një lloj drame brenda, braktisja e prindërve që ndodh. Në të vërtet të ka pëlqyer humori, sarkazma që je personifikuar i tillë? Sigurisht aktorit do që ta zgjeroj sa më shumë gamën e personazheve që i interpreton. Por komedia është shumë e dashur edhe për publikun. Pra ne tërhiqemi më shumë sepse mendojmë që në këtë mënyrë
i bëjmë më mirë skenës dhe teatrit. Edhe eftojmë publikun që të vijë dhe bashkë me argëtimin, të marrë dhe mesazhin e veprës. Le të shkojmë tek filmi Një baba tepër. Një film me regjita dhe skenar të Arjan Çuliqit. E kam lexuar skenarin, erdhi në teatr dhe tha Koli, kam menduar që të afroj një personazh, po lexoj një skenarin. Mirë, thash, nuk njihesha me Arjanin. E njihja si emër, kupton, po nuk e njihja. Kam lexuar skenarin. Ishte një mrekulli. Skenari letër. Thash, nuk ka mundësi, thash, që ky skenar të jetë shqiptar. Me siguri një nga skenaristët më të mëdhenj e ka shkruar këtë skenar kaq bukur, me një nëntekst kaq të bukur, me një domethënie kaq të bukur. Dhe thash, Arjan, vetë ke shkruar apo diku e ke kopjuar? Jo, tha Koli, tha, më ka boruar lirshëm, tha, ky skenar. Është hollywoodiani, kam thënë. Është skenari mrekullueshëm. Dhe unë do vijmë me qejf të lozim në këtë film. Edhe u krijuan kushtet, u thuam drejt Firit, në Fier është zhvilluar, domethënë, xhirimi i filmit. Ishte një film që me një grup kineastësh, domethënë, të radio televizionit shqiptar, me Walter Qarrin, operator dhe drejtor fotografie. Ditët kaluan njëra pas tjetrës dhe më duket sikur bëm një film të mirë. Jo, është vërtet e ka mbetur, edhe është aktual, kur flasim. Përsëri mbetet largimi i fëmijëve, prindër që mbesin vetëm, ku t'i çojmë në azil apo kush t'i mbaj. Pra ka atë thirrjen e saj dhe domethënien e fortë edhe sot në aspektin social. Ashtu është e vërtet. Dua që të kthej pas në kohë. E mban mend rolin e parë, ne e thamë edhe në insert dhe në të vërtetë. Njeriu që pa vdekjen me sy. Njeriu që pa vdekjen me sy. Unë kam qenë në studion e teatrit të aktorëve në atë kohë. Dhe unë ndam, pasi mbaroi viti i parë, që është një vit me etyde dhe vërtet viti i parë në Akademinë e Arteve është shumë i vështirë. Kush thotë që është i lehtë, nuk e ka marrë seriozisht këtë punë. Ai që i ka hyrë seriozisht e shikon që viti i parë me etydet është shumë i vështirë në Akademinë e Arteve. Dhe mbasi mbaruam në atë studion për aktor vitin e parë, vitin e dytë do vinim një vepër të plotë. Dhe u caktua Viktor Eftimiu, njeriu që pa vdekjen me sy. E mori përsipër Sandor Prosi, tjetër regjisor, bashkë me Sheri Mitën, të dy ishin, dhe zgjodhen nga trupa jonë, bëshim rreth 40 veta atje në atë kurs, në atë shkollë mbasdite. Më zgjodhen mua për rolin e vagabondit, edhe Enver Bukri ishte, Violeta, domethënë ishte një grup. Edhe Roland Trëbickën atje e kam njohur. Roland Trëbicka për herë të parë ka luajtur së bashku me mua. Ai ishte në estradën e ushtarit. Po në teatr ka luajtur së bashku me ju. Po, por edhe ai bëri studion për aktor në atë kohë. Dhe me Landin ne kemi luajtur në të njëjtin vepër, dhe ai luante atë Georgjin, të dashurin e vajzës sime Alisën. Të dashurin e të zotit shtëpisë, vagabondi që vjen në atë shtëpi. Ishte një teatr që një çfaqje e cila u çfaq jo vetëm në teatrin popullor, por bëm një turne në Shijak, në Fushkruj, në Elbasan, në Kavaj, në Rogozhin, në disa nga qytetet që ishin përreth Tiranës, dhe me shumë sukses, me sallat të... E përjetove bukur realizimin e rolit parë? Po unë atëherë isha gjimnazist në vitin e 3 të gjimnazit dhe unë isha nga ata gjimnazist që kisha në xhep 3-400 lek. Në atë kohë 3-400 lek ishin sa 3-400.000. Po këto i kisha çdo muaj se i merrja honorar. I merrja nga që luaja vagabondin. Se luaja, domethënë 4-5 herë, 6 herë në muaj. Edhe tarifa ishte që më bëheshin 400-500 lek, domethënë në atë kohë. Edhe vajzat të shihnin ndryshe, besoj, jo? Jo. Sepse ishte një skenë tashmë. Shokët e mi gjithnjë hanin me mua ingranazhe. Domethënë se ingranazhi ishte atëherë pasta më e mirë. Ishte ca ingranazhi kështu 5 lekëshe dhe qeshti me lot, domethënë Koli ka marrë lekët. Dhe ka qenë ngjarje e gëzueshme, shumë e gëzueshme. E shijoj dhe gjimnazi, erdhën e pan shokët e shoqet? Shumë, të gjithë. U bë tifozllëk. Në gjimnaz ne kemi luajtur teatr. Po, kemi luajtur në moshën e bardhë të drejtora Agollit. Kishte një teatr, një çfaqje shumë impenjative. Njerëzit e minjerës, një vepër e Vath Koreshit.
Bile me atë, kemi shkuar dhe në një minjerë, dhe më thëmë pam nga afër, si që shtek, morën veshjet e minatorëve për ta luajtur. Që ta fusni aq më shumë në karakterin brenda vetes. I merrnin seriozisht atëherë këto gjëra. Sot nuk janë seriozisht? Këtu, jo sash, po, domethënë njerëzit hynin me gjithë mend për të bërë gjëra të bukura. Edhe lodheshin. Dhe pastaj drejtimi juaj ishte përcaktuar. Do ishe Jo, nëna ime nuk deshte. Nuk donte, nuk donin prindrit? Babai ishte, domethënë ishte një përzgjedhjen e lirë, po nëna ime nuk deshte. Nuk donte. Ja, pse? Po si të bësh aktor, ti edhe isha mirë me mësime. Nuk e beson, mbase po unë gjimnazin e kam mbaruar vetëm me një 9. Me të gjitha 10. Pse jo? Dhe ajo 9 ishe vetëm për fiskulturë, sepse nuk i ka, nga që ishte pak i shëndetshëm, nuk i kapje dot ato vrapimet e gjata. Edhe më vur 9. Po të tjerët i kam pasur 10. Por ti e doja aktrimin. E doja sepse ishte ndryshe. Domethënë, brenda vetes time, ato net që ne shkonim në teatr, ato net që ne interpretonim poezit, ato konkurset, se bëshin konkurset të poezive midis shkollave, andej këti, ishin krejt veçanta dhe i jepni një impakt shumë të gëzueshëm në jetën time. Kështu që dashje pa dashje ishte marrë drejtimi. U futëm në atë jetë. Si kujton Akademinë e Arteve? Akademia ka qenë e vështirë për mua. Po, shumë e vështirë. Megjithëse, domethënë, në kuptimin e etydeve, unë disa etyde i kisha nga studioja, por viti i parë është i lodhshëm. I lodhshëm është një kërkim i gjatë për të krijuar etyde, për të krijuar personazhe, për elementet të bazë të mjeshtrisë aktorit. Kujtoj me shumë respekt Mario Ashikun, Birçe Haskon, Piromanin, ishte treshja e profesorëve që ishin profesorët e mi të shkollës. është një proces gëdhëndjeje i vetvetes. Latohet, le të themi. Gëdhënd vetveten. Po do shumë durim. Durim edhe shpesh herë nuk e ke edhe shumë të qartë se ç'duhet bësh. Më vonë pastaj i kthehesh. Po dalë se kjo pas ka qenë kështu. Dhe kjo pas ka qenë kështu. Ondra besoj, çdo aktor ishte skena teatrit kombëtar. Dhe ju më njëherë, sapo mbaroni, le të themi, Akademinë e Arteve aso kohë, shkoni në teatrin popullor. Po. Si e mban mend ditën e parë në teatr, plotësimin e një ëndre? Unë kisha qenë në atë kolektiv, kështu që ata e përjetuan atë se erdhi Koli. Ishte një pjesë e njohur. Erdhi Koli. Por emocionet tuaja ishin brenda. Po, sigurisht. Se nuk është pak të jesh pjesë e asaj trupe, besoj. Ja, teatri në atë kohë ishte jo vetëm për mua, ishte një institucion i mrekullueshëm. Një institucion i cili kishte për brenda vetes së tij të ndërtuar në mënyrën më të bukur artistike jetën e brendshme në teatr. Personalitetet të tilla si Violeta Manushi, Sandër Prosi, Piromani, Kadri Roshi, Naim Frashri. Unë i kam pas kolegëta, kam interpretuar, kam qenë figurant, role të vogla, kupton? Por i kisha në sy. Dhe i merrje shembull shpesh. Ishin referencat tuaja? Pastaj më vonë kishim dhe mik shtëpie. I mate deshte shumë, më e priste si perëndi kur vinte për të pirë kafe. Dhe iku me pranverën e hidhur. I kishte profesorit saj, histori të vetat, por që ai ngelet shumë madhështor në krijimtarinë e vet. Shumë madhështor. Keni pas marrëdhënie të ngushtë me të? Të jashtëzakonshme. Edhe kur her pas here shtroheshe në spital dhe kishte ato shenjat e një depresioni që kaloi. Sëmundjes vet, domethënë. Shumë shkoja takoja bashkë me Fatos Xhirajin, me kolegë të tjerë të teatrit. Ai kishte shumë miq, domethënë në kuptimin që ishin shumë njerëz në teatr që e donin jashtëzakonisht Sandër. Ishte shumë burr fisnik. Sandër Prosi ishte burr fisnik. Edhe pinte shumë cigare. E një thënien e famshme të tij, kur luante Ismail Qemalin. Jo, mos më sillni gjë, thëshën, në xhirim. Dua vetëm 2 paketa cigare edhe kafe. Kaq dua, s'dua gjë tjetër. A ka më fisnikëri, luante Ismail Qemalin atë kohë. Një rol që ka ngelur. Po babain e kombit. Dhe të gjithë ne personifikojmë po kurin me mjekur përmes
ekranizimit dhe le të themi personalitetit të Sander Prosit, dhe vërtet është bukur. Dhe ju keni pas fat, ta keni mik e mbi të gjitha, edhe të merrni këshilla prej tij. Sigurisht. Çfarë mban mend një ndër këshilla që nuk e harron lehtë prej tij? Sander Prosi më ka hequr cigaren mua. Pinte vet po ta hoqi ty? Po, ma hoqe mua sepse nga që e ndjente, domethënë që ishte mundësia për të ma hequr. Kupton? Një ditë, siç më jepni me merrnim cigare me njëri tjetrin, gjimnazist në vit 4 atëherë, maturant. Ishte artist. Edhe thotë, Koli thotë, kam vënë një problem të madh thotë në interpretim. Çfarë profesori them? Se gjërat shkonin mirë. Thotë, ti nuk mbushesh me frym, thotë, nuk ke një frymarrje të plot për të përballuar monologut. Po jo, profesor, mirë jam, ti s'm kesh. Jo, tha, o cigaren, tha, o personazhin, tha. Zgjedh një nga të dyja, tha, se e di që armik që nuk i bën dot këto gjëra, tha, ke cigaren. Po jo, cigare më shërbeni, tha, se cigare më fut në atë. Jo, tha, o rolin o cigaren. Zgjedh. Thash, rolin. Në ma paketën mua. Ma mori paketën. Të pash më me paketë cigare, do të heqë rolin. Të pas ka hequr cigare, një vesh shumë të keq që kanë shumë kush. A ka kujtim më të bukur? Nuk e kam pirë më. Mund të pine një cigare, kështu, domethënë për kur, domethënë baklavaja ose ëmbëlsirat bëjnë atë të vetën, domethënë, por nuk kam blerë më paketë cigare. Shumë interesante, pas ke vërtet një kujtim shumë të bukur prej ti. Dhe sa herë ndes besoj e kujton. Nuk e ndes cigaren më. Aq më mirë. Ndërkohë do të fym pak të kësaj përket roleve, se s'fundmi keni pasur role shumë të mira. Por ky sezon ka qenë me role të bukura. Role vërtet shumë të bukura në këtë sezon. Unë përmenda disa, por edhe pak më herët kanë qenë 3 dimrat. Janë në shfaqje që mund t'i cilësosh të mira këto të realizuara së fundmi. 12 burrat e zemruar, kemi Dhelpran. Dhelprat e vogla. Dhelprat e vogla, dhe i ki patur në teatru të ndryshme. Së fundmi tashmë Fajkonicën, apo jo? Po, Zullulandja, jam në teatrin, luaj në teatrin eksperimental. Eksperimenton Sokol Angjeli me teatru të ndryshme, apo jo? Edhe regjizor të ndryshme. Sa qef do ishte. 3 dimrat. Ishte një shfaqje e vënë nga Rozi Kostani, shumë e bukur. Vërtet shumë e bukur. Ishte një shfaqje që pati një lloj Chelsea në mendjen time. Sikur unë u hap një lamp në një qiell, domethënë me ato drithijet e veta si që ka, domethënë me rreth e veta. Po 3 dimrat ishte një personazh shumë i bukur që mua më hyri në zemër, që në leximin e parë. Po ja di Rozi Kostanit shumë për nder, e cila ishte ajo regjizore që më thirri, domethënë. Dhe tha, Koli, do të punojmë bashkë dhe ky është personazhi jot. Partnere kisha Ylka Mujon, Liza Gjuvanin, Viktor Zhustin. Ishin, mua dhe them me gojën plot, domethënë që janë aktorët më të mirë të skenës shqiptare, bashkë me kolegët e tjerë, po këta shquhen. E kam punuar me një dashuri të jashtëzakonshme atë personazh, sepse ngjante shumë me mua si karakter. Domethënë një njeri që mban pastaj shpërthen. Mban brenda vetes dhe vjen një moment që nuk mban më, edhe përplaset me personazhet e tjerë që ka përreth. Ja di shumë për nder Ylka Mujës, e kisha në krah, domethënë si gruan time. Dhe siç ka të saj, domethënë ajo dëshira për të luajtur teatr të bukur, teatr të ndjerë, teatr me emocion. Më ndihmojnë shumë në thurjen bukur të dialogut midis nesh. Është shumë e rëndësishme kimia me partnerin. Dhe aq më tepër kur e kishe edhe grua. Shumë. Dhe besoj se e keni jetuar bukur si çift. Shumë. Te 3 dimrat me Ylka Mujo. Ka pas një skenë xhelozie ai të mrekullueshme me të. Kur ai tregonte se dikur një nga shokët e tij e kishte propozuar andaj këtë, ai me atë çmendurinë e vet, domethënë, po ishte një nga skenat që gjithnjë mbaronte me një dorë trokitje të madhe.
Ose që një njerëzore është xheloze. Dhe për dashurin jemi xheloze, apo jo? Po, sigurisht. Në çdo moshë? Po, sigurisht. Po, sigurisht. Ndërkohë që shfaqe shumë e bukur, që është pritur edhe mjaft mirë, 12 burra, pas një grua, 12 burra me regjisor po burr. Po. Me vërtet kishte një kimi. Secili personazh ishte i mëshiruar më së miri brenda karakterit. Përsërishit aktorët më të mirë të skenës bashku, pra Viktor Zhusti me ju. Po, në krah. Në krah. Në krah, Viktor Zhusti. Po. Është partner i mirë? I mrekullueshëm. I mrekullueshëm. Kërkues jashtëzakonisht shumë. I papërtuar. Është një aktor që t'i jep syt, t'i jep energjin, të vlerëson, të ka partner, nuk të neglizhon asnjëherë. Me një pasion të jashtëzakonshëm. Ai ka sfiduar moshën. Ai ka sfiduar moshën në kuptimin e plot të fjalës. Ka sfiduar moshën. Ndërkohë që aty janë disa brezës bashku, kjo është dhe e bukur asaj shfaqje, përveç mesazheve të forta që secili ka nga një mënyrë të vetëm për të thënë drejt akuzës, po kjo e bën të bukur teatrin për treguar dhe hallkat e zinxhirit apo jo? Po, domethënë thurja është shumë e bukur e asaj vepre. Bert Minga është një nga regjisorët tanë më të mirë të ekranit, sepse një pjesë madhe të kohës ai e ka si regjisor kinemaje, si regjisor filmi, por dhe regjisor teatri ai ka bërë punë të bukura. Berti është ai që solli veprën me dëshirën që të mblidhte 12 njerëz, 12 nga aktorët, dhe të bënte midis nesh një regji që të buronte nga vetë ne. Pra një regji e cila, si më thënë, u bëj jetë e atyre 2 orëve që ne jetojmë aty. Pra ndërtoj atë që në film dhe në teatr, shpesh është shumë e vështirë për ta ndërtuar. Ne themi jeta në film, jeta në teatr, është shumë e vështirë të ndërtosh jetë në teatr. Është shumë e vështirë të ndërtosh jetë në film. Pra filmi është fiction, është shpikje, është krimtari. Por brenda krimtarisë, aktorët që lozin duhet të krijojnë jetën në të cilën ata ndodhen, në të rrethanave në të cilën ata ndodhen. Edhe kur filmi merr jetën e vet, fillon jetën e vet, fillon si më thon televizi me këmbët e veta. Kjo është një nga lumturitë më të mëdha dhe një nga arritjet më të mëdha të regjisorëve. Dhe Bert Minga e arrin një gjë të tillë. Ne dukemi sikur jemi vërtet atje, sikur po bëjmë një mbledhje një juri të vërtet amerikane, sipas personazheve tona, por që na rrjedh natyrshëm, lirshëm, pa u sforcuar, duke gjithë secili e ka brenda vetes vet personazhin. Gjë më rëndësishme, që të buroj zbrëndshme. Pra krijimi i jetës në teatr, i jetës së vet të veprës në teatr, nëpërmjet regjisë së Bert Mingës. Është një nga arritjet më të bukura. Dhelprat e vogla. Dhelprat e vogla. Me Spiro Dunin, regjisor. Po. E ke shijuar besoj dhe atë pjesë? Me Spiron kemi qenë në Elbasan. Bënim një horoskop i Babilonas. Po. Një vepër të Evangel Kozmajit. Po. Një komedi gallat, domethënë kështu. Dhe gjatë kohës rrinim bashkë se u vendosa në Elbasan për 2 javë, se nuk e arrija dot. Ata kishin filluar veprën, nuk erdhen çik me vonesë, kupton? Nuk arrija dot që të përqendrohesha duke bërë vajtjeardhje Tiranë-Elbasan, Tiranë-Elbasan, Tiranë. Dhe i thash Spiro, të lutet Koli, a gjem një mundësi të rrim 2 javë në Elbasan, të mbledhim mendin që ta bëjmë këtë punë. Dhe ashtu ndodhi. Dhe ato ditë, si më thënë, u miqësuam akoma dhe më shumë me njëri tjetrin. Dhe më thot Spiro, Pipi, si që theshim, thot Pipi, Koli thot unë do vë dhelprat e vogla, thot. Në teatr, e kam fituar si projekt, thot, në teatrin Metropol. A vjen të bësh një personazh? Thash, po Pipi, që ke këtë? Si do vi me qefi, thash. Po lexoja një herë veprën, dhe lexova. E kam lexuar veprën dhe kam mbetur pa frym. Se vërtet është një nga veprat më të bukura të dramaturgjisë amerikane dhe botërore. Dhe në fakt, aty është një dualizëm i fortë ku prevalon
materja kundrejt shpirtit. Dhe pata fatin që pata Rozën Kostanin. Rozën Kostanin në partnere në rolin e gruas. Edhe ajo është një... Këndru shumë gra në skena. Ajo është nga ato, në më thënë, qoftë do thesha kështu, në thonjza nga ato bishat e skenës. Është Rozi e tillë. Rozi është një nga bishat e skenës. Me një energji të pashtershme. Të pashtershme. Nuk të vëdot për të ndarë cila është gruaja më mirë që ke jetuar në skenë. Të dy janë shumë të mira. Yllka apo Rozi? Të dy janë shumë të dyja. Jo, nuk mund të themi, duhet bëjmë njëra, tani njëra është më veçantë se tjetra. Po jo, e kanë ato të veçantën. Se cila ka të veçantën e vet. Ndërkohë që vërtet teatri t'jep mundësi, themi shpesh është mask, por edhe qërë maskat e shoqërisë apo jo. Sa ja del teatri? Teatri është mision. Teatri është mision, sa ashtu ka lindur. Teatri ka lindur nga bashkëbisedimi i qytetarëve. Qytetarët mblidheshin në athin e lash se dashur pa dashur duhet të themi që teatri grek, antik grek, është themeli që ne njohin pak të mund të ketë patur dhe më përpara, por ne në historinë e teatrit kur e fillojmë domethënë që ta studiojmë, fillojmë me teatrin antik grek. Dhe ashtu ka lindur domethënë si një bashkëbisedim qytetarësh për hallet, për çfarë u ndodhte, për ngjarjet, dhe më pas autorët, mjeshtrat e trurit, e mendjes, hodhën veprat e paraskenike. Po gjithnjë ngeli teatri si një bashkëbisedim. Por nga bashkëbisedimi midis qytetarëve, një bashkëbisedim midis aktorëve dhe qytetarëve, spektatorëve. Edhe gjithnjë teatri bëheshe kur ishin festat e mëdha, në cilën mblidheshin njerëzit për të festuar, dhe mbasi gëzoheshin, si që kishin, hanin, pinin, shikonin dhe çfaqjet e teatrit. Pra teatri ishte pjesë e jetës së tyre. Ishte normalisht, flasim 3-4.000 vjetë për para, nuk flasim për tani. E ndot teatrin me kinema? Ndahen parimisht. Ndahen. Se emocioni drejt për drejt është teatri. Sigurisht. Kinemaja ka dhe pak industri brenda. Ka dhe pak industri. Kë kema fort për zemër? Kineman. E kema për zemër të kinema? Mendoja se teatri. Ja, kinemaja ka një magji shumë të madhe. E ka më të madhe magji? Shumë. Të rëmben? Jo për atë, kinemaja ka magji sepse basi e ke mbaruar filmin, ulesh edhe shikon filmin. E she? Se ka edhe aktorë të cilët nuk preferojnë ta shohin veten. Nuk e besoj. Gënjej? Nuk e besoj. Ata gënjejnë ata. Unë nuk e besoj. E shikon me shumë kritik, si është ai moment? Ja, rri dhe shikon përpara. Kupton? Dhe shikon veten tënde në një jetë të dytë. Filmi është i gjallë. Kupton Koli? Filmi është ti vetë në rrethana të caktuara, bën një jetë të dytë. Bën një jetë personazhi, artistik, e tjera. Por një jetë të dytë, sepse ke nënën, artiste, nuk po them që është nëna jote e vërtet. Po ke nënën, ke vllajin, ke kunatin, ke kunatën, ke shokun, pra, është një jetë tjetër midis disa njerëzve të tjerë, të cilët duhet ta krijosh. Po kur mbaron, filmi montohet dhe fillon, dhe vërtet ka jetë brenda. Ka jetë filmi, jetën e vet. Është një mrekulli e papar. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Sa emocion ke kur sheh premierën në ekranin e madh, kur nuk e ke parë më përpara, ke realizuar në shoqërim, vjen filmi montuar, realizuar dhe je në kinema. Ke emocion dhe ankth? Pak në kuptimin e frikës. E di pse them pak në kuptimin e frikës. Patëm premierën e fundit Gold Brothers, të Drilon Hoxhës. Do ta përshëndes Drilonin sepse është në njerëzit që unë them me yll fati të madh, një njeri që i hapen gjitha portat dhe bën film me metrazh të gjatë. Ai e di si e merr. Ai është fat. Ai e di si e merr. Po bravo i qoftë. Dhe Gold Brothers nuk e kisha parë, fare. Mbaja mend që kam xhiruar në Vlorë dhe në Itali, se shkuam dhe në Itali një javë. Vi me djalin, me gruan, për të parë filmin. Rria kështu. Domethënë, pastaj harrova që unë, domethënë, harrova se u kapa mbas filmit, mbas historisë së filmit, mbas mënyrës se si kemi luajtur film. Dhe
ndjeva një kënaqësi të jashtëzakonshme. E shijove, rolin që kishe jetësuar. Shumë. Gjë shumë rëndësishme. Shumë. E ke nisur me filmin Në pyet me Dëbor Gaje. Po. Dhe me Rikard Larjan. Atko ishte ylli i kinemas apo jo? Ylli i kinemas. Dhe mbetet ylli i kinemas. Edhe është një personalitet i jashtëzakonshëm. Ne Rikardin e njohim pak, shumë pak. Edhe është, domethënë, pak në kuptimin e kësaj që nuk dim se çfarë dimensionesh të mëdha kishte ai regjisor. Ai kishte vërtet dimensiona të jashtëzakonshme. Ishte muzikant i klasit të parë. I binte filharmonikës, ka bërë aq gjëra të bukura në bizë, ne ishim të izoluar 4 muaj në bizë të martaneshit. Kur realizuat filmin? Shkuam në janar, ngelëm atje se Nazuri Dëbora dhe ashtu do ishte, sepse ishte vendi thellë bizë e martaneshit, dhe rruga u bllokua dhe rruga është hapur në maj, nga janari deri në maj, ne jetonim atje në bizë të martaneshit. Si jetuat atë kohë me Rikard Larjan? Tani është shumë bukur, atëherë ishnim shumë. Ka qenë shumë ftohtë. Ishte ftohtë. Shkonin temperatura deri -18, 19 gradë nën zero. Ftohtë. Ne ftinim sa baraka, terase, druri dhe mbanim një kështu, domethënë një histori të kujt i dilte gjumi nga të ftohtit, ushqente sopën, domethënë që të mbaheshe zjarrin ndezur, se ndryshe ishte shumë ftohtë. Kushte shumë të vështira. Shumë ftohtë. Por ama xhirimet ishin të gjata. Vetëm që nga që dita ishte e shkurtër, mbaronim shpejt xhirimet. Për fat. Pastaj vazhdonit bisedat, besoj, në dhomë apo Pastaj ja kështu. Me muzikë, me gjëra? Për fat kishim 4 shkodran që ishin mjeshtrat e humorit. Në Prelën, këtë Beb Shirokën, Zia Grapshin, Ndrek Prela, që është ai, më kujtua emri plot, Tonin Ujkan. Edhe Rikard ishte shkodran. Tipik. Po njerëz me humor. Njerëz me që edhe domethënë vështirësitë e mëdha i merrin me humor, me shaka, për t'i kaluar, për t'i hedhur pas krave. Bato ishte ai, që të nxjerri përballë ekranit madh. Bato që kërkonte krom. Kërkonte krom në Marsi. E desha atë rol? Shumë. Edhe sot. Është një histori e bukur, domethënë për çdo personazh në kinostudio bëhej një kështu, domethënë një konkurrim midis 2-3 aktorë. Kinoprova e famshme. Dhe ishte kënaqësi për mua që Rikardi, po në atë kohë ishte edhe Vangjyr Zallëmi, ishte drejtori i kinostudios, dhe tha, Rikard, ky është fytyrë e re në kinema, tha. Pse s'merr Kolin, tha, në kinema? Këta Angelin, tha, merre këtë, tha. Është fytyrë e re, tha, se kemi parë në asnjë film. Si ishte me Vangjo Toçen, me edhe një aktor nga Durrësi, ishim 3 në të që... Pas keni qenë në konkurrencë, kushta merrte baton. Edhe i kam dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme që Rikardi u pajtua që unë ta merja atë personazh. Ke pasaj pas gjurmëve, ke rolin e mësuesit. Dhe kur gjëroj një film. Të 2 filmat, pasi kemi parë në kinostudio. Në kinostudio kemi parë këtë, kur filmin Në pyet me Dëbor, filmin e Rikardit. Ka jetë. Takova Xhan Fizen. Domethënë ato urime, siç ndodh. Se vërtet një fytyrë e re në kinema, në ekranin e kinemas, ishte ngjarje në atë kohë. Vërtet, ishte një pritë mirë me pak fjalë. Priteshin mirë. Domethënë ishte një gëzim që kemi dhe një aktor të ri. Sepse sidoqoftë, domethënë rrethi i aktorëve që luanin kinema ishte shumë i ngushtë. Me thënë vërtetë. E vërtetë është. Aq se ka specifikat e veta kinemaja. E vërtetë. Kështu që edhe na vinte edhe një kontribut i ri. Edhe takoj Xhan Fizen në atë siç mbaroi filmi, urime. Xhan Fizen thotë, Koli thotë, unë kam në plan të gjëroj 2 filma, thotë se i kam skenarët gati. Pas gjurmëve dhe kur gjëroj një film. A ke qef të vish? Unë filmin e duaj, thash, pse mos vi. Me shumë qef. Dhe Xhan Fizen më ka mësuar të luas me fëmijët. Të luasësh me fëmijët është shumë e vështirë. Ke qenë mësuesit e pas gjurmëve? Ke pas gjurmëve mësuesi, këtu ishte piktori filmit. Në grupin e filmit. Ishte shumë e vështirë sepse ajo zgjidhte fëmijët më të talentuar. E dini që Xhana ka kaluar rreth 400-500 fëmijë për të zgjedhur 6 prej tyre. Ka kaluar në provë, domethënë në pallatin e pionerëve. Kinaste parit, ç'më mendoj. Shumë. Nuk e bën më njëri si ajo filmin për fëmijë.
i sillnin nga shkollat, nga anës vinin do të organizuar fëmijët, dhe ajo nga 4-500 fëmijë që pa t'i kalonin përpara syve, zgjodhi 5-6 prej tyre. Po 5-6 i ka zgjedhur hyje. Të mrekullueshëm. Që Dhe vërtet ata anë na vinin në pozitë shumë të vështirë, se sidoqoftë kamera ka emocion, patjetër. ka shumë emocion kamera. Ai çaku i parë, domethënë, kur prap Krijon bie. pak. Sigurisht, ai bashkë me atë të rreth dhe zëmra, fillon edhe trupi të merr një tjetër Një goditje. drejtërim, të merr një tjetër dhe teatraliteti, kur je me fëmijën, është jashtëzakonisht shumë i dëmshëm, se me njerë thotë, oh, ky luan teatr, luan film. Shoqja nga fshati, Po. që pason zonja nga qyteti, Piero Milkani, Piero Milkani. që u nda pak Ndodhemi në kohë. Pogradec. Vendin tënë që e njihje. Ai personazhi ishte për Kastriot Çaushin. Ja pas ke rëmbyer. Jo, nuk erdhi vetë ai. Okej. Ju duk personazhi, që David Losën atë, ka që kishte luajtur 3-4 role dhe ishte Po. Kishte filluar të ishte aktor, yll. Ishte aktor, pa dhe është aktor yll. Pa dyshim. Është një nga portretat më të bukura të kinemas shqiptare. Edhe Piero thotë, po mirë, serdhja Kastrioti, thotë, ta bëj Koli, thotë. E kam dhënë Pogradec, Kolin. Edhe kështu që ram dakord për ta bërë, domethënë, atë film. Pra kineman e ke shumë për zemër. Pastaj ishte një film me Muharrem Fejzon, edhe takimi me Binarët. Binarët. Unë e kam dashur atë film, Binarët. Ishte një film që Aty ke filloi pas rolin e Dritanit. po krye inxhinierin Krye inxhinierin. Po, që bënim ca eksperimente, që bënim ca. Edhe na ndodh një avari e madhe kështu. Edhe ai ishte nga filmat me histori. Sepse edhe ai ka filluar nga janari, fundi i janarit dhe mbaroi në tetor. Një periudhë gjatë, domethënë, pavarësisht me ndërprerje e tjera. Po një periudhë u vendosim në Durrës, edhe atje hypnim në tren në mëngjes, edhe gjithë dita ishte në vagonet e trenit. Gjithë dita kalonte atje, me skenat që ishin si bëshin që ndekti. Dhe Muharrem Fejza, mua kam kujtimet më të mira për ta. Koli thotë, ky personazh thotë nuk është kështu, thotë një çik kalkaroce, se ai në skenar është trajtuar kështu se domethënë partia, fryma e partisë që godet. E kishte koha? Po, e kishte koha, nuk është ndonjë problem. Hajde ta bëjmë një çik më të natyrshme këtë gjë, këtë personazh. Ta bëjmë një çik më tepër një djalë i ri me dëshira, me kështu, po jo kaq strikt. Edhe përveç skenës së parë të mbledhjes, është një mbledhje atje me ata që ne shajmë atje, domethënë ky maskaraj, poshtri, etj. Skenat e tjera pastaj u çliruan. Ishin më të çilta, më të zhdërvjellta kështu. E keqja është se ky film i bukur, i cili u ndërtua mbi bazën e një skenari me drithijet e asaj kohe, kupton? Drithijet në kuptimin që kishte edhe aty domethënë kishte edhe çfaqe të dikush vidhte, dikush ishte me ato neglizhenca, dikush kishte. Pra, si më thënë, kishte filluar, nuk ishte më ajo pastërtia shëmbullore e jetës shqiptare. Po kishte grimca të një undergroundi, të një diçkaje që nuk po fillon të ndryshoj diçka. Nuk po ecë të mirë, domethënë kështu. Mirë, po nga që filmi u montua, u bë dhe u çfaq, domethënë, ishte një film goxha i rreth 2 orë film, 2 orë pa 10 minuta. Kur erdhën shokët e partisë të Komitetit Qendror, sikur turbulluan si shumë për kritikat që bënte filmi. Dhe nuk e lanë të shfaqe? Jo vetëm aty, pa ata i hynë me anxhar. Në Me fakt. një gërshër të jashtëzakonshme. Në fakt, javën e kaluar, kam patur pikërisht se kanë dalë proces-verbalet e censurës së filmave, që është votuar një vepër që janë 40 vite, që shiritat shpesh priteshin, skenat ripunoheshin në montazh, heqeshin skenat të tjera, kështu që e kemi prekur nga afër. Po sigurisht. Dhe kjo dëmtonte shumë filmin. Sepse ata pren ato gjëra të cilat jepnin kuptim gjërave të tjera që vinin më pas. Edhe shpesh herë dilnin pa kuptim skenat që vazhdonin më tej. Sepse skenari është shkruar që të zhvillohet gjatë gjithë faqeve të tij. Gërshërët e kanë patur. Ti heq 5 faqe,
E si dalim ne mbas 5 faqeve që ke hequr ti? Pa kuptim. Se që kishin, do më thënë, i turëshin kinemas, do më thënë që e deshin kineman purisima, të pastër. U përdorë si propagandë. Të larë të shplarë, kupton? Pa probleme. Po teatri, arti, po s'ngriti probleme, po s'ngriti ato historirat e mangësive, e përplasjeve të kulturave, e përplasjeve të gjërave që shkojnë mirë dhe shkojnë keq, kupton? Midis njëra tjetrës. Atëherë zhvlerë ka. A lustër e tëra, lustra të vel. Ta ka bërë të bukur jetën teatri dhe kinemaja? Shumë. Këtë pa u menduar. Shumë. Pa u menduar. Cilit janë momentet më të bukura që ke jetuar? Premierat. Ato i shion? Ua. Po premierat, sepse premierat kanë dhe festën nga mbrapa, po edhe janë dhe kështu, janë çlirim shpirtëror për një gjë që është mbyllur mirë. Do thuash ti të gjitha mbyllen mirë, mund të mos jenë të tëra, domethënë në nivelin që ti pretendon të jetë. Të asaj maksimales, domethënë. Por kur shkon që njerëzit i kanë sytë të gëzuara, të përcjellin me dorë trokitje, me mirënjohje, në mënyrën se si të përshëndesin, atëherë ti e kupton që ke bërë diçka. Dhe atë natë je i lumtur. Edhe në shtëpi pastaj. A ka rënë pak cilësia aktorëve dhe teatrit? Jo, nxitojnë shumë. Jo se ka rënë cilësia. Unë them që nxitojnë. Çfarë do thotë nxitojnë? Nxitojnë sepse duan që gjërat i bëjnë shpejt e shpejt. Nuk bëhen gjërat shpejt e shpejt. Gjërat duan kohën e tyre, ashtu si lindja e fëmijës që do 9 muaj. Ashtu si shërimi një plage do ditë që të shërohet. Nuk mbyllet brenda ditës. Ata duan që sot shkruajnë skenarin, mbas një jave ta xhirojnë dhe ta mbarojnë. Po jo, prit, kontrollohen mbas një jave. Si e ke shkruar skenarin? Shikoje se mbas e ka nevojë të pasurohet, mbas e ka nevojë që një dialog të zvendësohet me një dialog tjetër pak më të thellë. Mund të mos jetë kaq i sipërfaqshëm, do një mendim shkrimtari, një mendim poeti, një mendim më të thellë akoma për ta bërë vepër artistike. Se janë shumë të sipërfaqshme gjëra. Mos shumë të rinjt sot kërkojnë më shumë famën se sa brëndin që ka vetë teatri? Jo famën, kërkojnë famën. Fama është një ëndër e madhe që se besoj që në Shqipëri ekziston. Është aq sa për to ashtu. Unë famën e shoh tek personazhe si De Niro, Al Pacino e këta aktorë të mëdhenj, ata po, e thuash sepse e di pse them unë famën, sepse filmin e tyre e shikon 10 herë, 15 herë. Kur e kap që pam në ato rritet kablore, domethënë që e kap, ti ngelesh atje dhe pavarësisht se e ke parë 10 herë, shikon për të 11-ën, për të 12-ën herë. Ata janë magji e madhe. Ne ku jemi? Po ne po e pam 2 herë filmin mirë është. Po jo më shumë se 2 herë. Jetohet me aktrimi? Jetohet. Kam filluar të gjërat të televizin. Sigurisht nuk është perëndim, nuk është ajo vlerë që kanë studiet e se shumë yje që ne kemi patur dhe nuk janë mes nesh, kanë ikë të varfër nga kjo jetë. Po, më thua një artist të pasur, nga ne. Jo, nuk e them dot. Nuk e them, asnjëri sa thotë. Margarita Xhepa ishte e pasur? Nuk e besoj që ishte e pasur. Mund të kishte një shtëpi, mund të kishte diçka, kishte nder dhe pritje dhe adhurim të pafund, ama e pasur nuk ishte. Ishte e pasur shpirtërisht. Po, kisha adhurim, po them. Nga njerëzit e adhuronin, e nderonin, por nuk ishte e pasur. Nuk ishte Liz Taylor. Jemi në realitetet tjera. Po realitetet tjera, po jam thuaj ti një të them unë është i pasur, s'është i pasur. Jo, nuk e di. Nuk di. S'ka të pasur. Ka njerëz që jetojnë normalisht, nga të cilët jam unë, që jetojnë normalisht. Të ardhurat e mia mujore e përballojnë shpenzimet e mia mujore dhe jam i lumtur. Kur vinë gjërat që vinë, domethënë, janë të mirë pritura, por nuk kam ankthin e të nesërmes. Sepse unë jam me parimin që njeriu që nuk mbyll në ciklin e një muaji shpenzimet dhe të ardhurat me shpenzimet, domethënë që bën, nuk është akoma në gjendje që të bëj punë krijuese. Ja, vrapon. Është vërtet. Vrapon si një kafshë e vogël. Vrapon për të mbyllur mbi jetesën e vet. Si shef brezin e ri të aktorëve? Ku shpesh edhe takon të ndash edhe skenën në teatr? Në takimet që bëj, se ndodh ndonjëherë që bëj në një takim, them,
Zoti ynë e hedh farën e talentit kudo. Edhe në art, në muzikë, në pikturë, Balet. në futboll, në balet, Letërsi, në kudo. letërsi, e hedh dhe në teatr për aktor. Problemi është sa kushte ka, sa kushte krijohen që të lulëzoj, të mbidhë, të lulëzoj kjo farë e hedhur. Këtu ka një problem shumë të madh. I kemi reduktuar skenat tona jashtëzakonisht shumë. 2 skena ka teatri. Teatrin kombëtar, teatri eksperimental, Metropoli 3, edhe tjetër, më thuaj. Pra kemi talent, po s'kemi thua ti skena? Nuk ka kushte materiale për ta bërë një gjë të tillë. Për një nuk ka, thonë që Athina ka 56 teatro. Po Shqipëri, kjo Tirana po bëhet 1 milion e ca banor. 1 milion e ca banor, po 3 skena? Po talente kemi të mira? Ka, sigurisht që ka. Jo më është pa kuptim të thuaj që s'ka talente. Duhet pak më shumë durim nga talentet, kaq. Po dhe më punë nga pak më shumë punë, pak më shumë durim, përqendrim dhe punë, kaq. Po jo se s'ka, ka më se s'ka. Cili është mesazhi që jep këtë pasmësnatë për aktorët e rinj, por edhe për spektatorin që të shijojnë shfaqjet e teatrit? Pak më shumë ripërtypje të asaj çka do bëni. Jo që në fillim, bam. Ndodh që edhe kjo, po jo gjithmonë, domethënë, si më thënë, leximi i parë ose kontakti i parë me veprën të jep mundësitë që të bësh maksimumin. Do fillim. Do edhe ndonjë natë pa gjumë. 1, 2, 3, do edhe një çelës ta gjesh. Personazhet, domethënë, shpeshherë kanë një çelës. Kanë një çelës, e kanë diku të fshehur, domethënë, diku ta thot regjizori, diku ta thot, diku duhet ta gjesh vetë, diku ta thot partneri, diku ta thot vetë teksti, po është një çelës që e hap personazhin. E duhet ta kërkosh. Duhet ta kërkosh. Edhe që ta kërkosh, duhet të rish çik pa gjumë. E duhet e pak mund dhe punë. Ndryshe nuk bëhesh aktor i mirë. Jo, duhet të dhem një çik kjo. Kur të ulesh të rish gjatë. Ke ndonjë peng? Qoftë në teatr, qoftë në kinema? Peng. Do më pëlqen të luaj personazhet të cilat dikur i ka mëndëruar, por që iku koha dhe si luaj më. Do më pëlqen të një Romeo dhe Juliet, po t'isha dhe janë 30 vjetë më i ri. Të kanë ngelur peng, Romeo. Është shumë personazh i bukur. Po ndonjë që e ke zemër dhe mund ta bësh në këtë moshë? Nuk e di. Nuk ke për momentin. Varet edhe oferta artistike, se ti mund të duash, por që s'ke mundësi. Kujtohet një piromani i thoshin, o Piro, po pse va Hamletin ti në kryeveprën e letësisë botërore? Dhe Piro me zgjuarsinë e tij, një zgjuarsi shumbullore, do të thotë një zgjuarsi e rrallë, domethënë në fushën e teatrit, me talentin dhe zgjuarsinë e tij të bashkëngjitura me të ndërthurura me njëra tjetrën. Njëri thotë që të bësh një supë lepuri, së pari duhet lepuri. Ky lepuri e bën supën e lepurit. Edhe që të bësh Hamletin, duhet Hamleti. Ne në skenën shqiptare akoma nuk e kemi Hamletin. Do doje ta realizoje? Jo, nuk jam unë. Sokol Angjeli, shumë kënaqësi që ishe këtu pasmësnatë që ndat rrugtimin tuaj në skenë e në shoqërim. Faleminderit. Falenderoj për ftesën. Faleminderit miq, kjo ishte pasmësnatë. Faleminderit që na ndiqni.